Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri Edi Rama paralajmëron se ardhmja e Shqipërisë shkruhet në të gjitha trojet ku jetojnë shqiptarët. Në ardhmja e Shqipërisë shkruhet edhe kudo ku shqiptarët jetojnë rreth rrotull kufive të Shqipërisë, duke filluar nga shteti tjetër i pavarur i shqiptarëve Kosova, e pastaj edhe duke vazhduar me shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të cilët s'duhet ta harroj askush, janë një popull shtetëforbus i Republikës fqinje dhe mike të Maqedonisë Veriut, e duke vazhduar edhe me shqiptarët në Maltëzi e Gjetë. Apeli i kreut i qeverisë shqiptare erdhi në samitin e diasporës mbajtur në Tiranë, ku ishin të pranishëm përfaqësues nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali e Zi. Kryeministri i Shqipërisë deklaroi se qeveria do të vijojë të mbetet e angazhuar për anëtarësim në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030 si një zgjedhje qytetërimi. Si në çdo kantier, edhe në kantierin e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian ka pluhur, ka pislëk, ka zhurmë, nganjëherë shurdhuse. Por mjafton të kthejmë kokën pas, në kohën kur ne filluam të mendonim për samitin e parë diasporës, për të marrë kurajo, forcë, frymëzim dhe për të vijuar punën kolosale që kemi nisur. Për këtë, Edi Rama listoi reformat e ndërmarra nga shumica në pushtet, ku në krye të së cilës është lufta kundër korrupsionit. Kur ne u mblodhëm për të parë, Shqipëria njihej botërisht dhe ishte e damkosur nga Bashkimi Evropian si adheu i pa ndëshkueshmërisë. Sot, pandëshkueshmëria është një mit i të kaluarës në Shqipëri. Dhe sot, Shqipëria është vendi ku askush nuk është mbi ligjin dhe drejtësia është e pavarur. Nuk munguan thirrjet ndaj diasporës për të investuar në Shqipëri, me fokus në projektin më të fundit, paketa e maleve. Një moment bashkimi për shqiptarët kudo që jetojnë, komentoi ministri për ropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, samitin e diasporës mbajtur në Tiranë. Në fjalën e tij në sesionin e hapjes së samitit të 4 të diasporës, Hoxha vuri në duke simbolikën e takimit në Tiranë, duke cilësuar kryeqytetin si një hapësirë të përbashkët për gjithë shqiptarët. Në fjalën e shefit të diplomacisë shqiptare nuk mungoi dhe vlerësimi për rrugtimin edhe të Kosovës drejt BE-s. Ministri Hoxha nënvizoi se përpjekjet për ruajtjen dhe promovimin e gjuhës shqipe si në Shqipëri, ashtu dhe në diasporë, janë thelbësore për forcimin e identitetit kombëtar. Për këtë ai u referua dhe kërkesave të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Nëse gjuha jonë, e cila u ka rezistuar shekujve në kohë shumë më të vështira, dobësohet sot, kur jemi më të ditur, më të fortë, më të lidhur, atëherë përgjegjësia është vetëm e jona. Ky është mesazhi i kërkesës legjitime të studentëve të Maqedonisë e Veriut për të ushtruar të drejtat e tyre në gjuhën anëtare. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë kërkoi që kthimi i diasporës në vend të jetë narrativa kombëtare. Nga samiti i 4 të diasporës, Niko Peleshi është i bindur se Shqipëria ka vend dhe mundësi për gjithë shqiptarët. Shqipëria ka vend dhe mundësi për gjithë shqiptarët. Kthimi i diasporës në Shqipëri duhet të jetë narrativa jonë kombëtare. Frymëzuar nga dashuria për Shqipërinë, nxitur nga mundësitë që ofron ky moment historik për Shqipërinë, mbështetur nga potenciali për të ndërtuar një histori suksesi që do ta ndihmonte këtë komb, të kapërcente kohën dhe të përqafonte të ardhmen. Një apel kryeparlamentar i Shqipërisë kishte edhe për vëmendje që duhet i kushtohet të drejtave të shqiptarëve kudo që ata janë. Ta përsërisim në çdo takim, në çdo mjedis evropian dhe botror, domosdoshmërinë e njohjes së plotë të Kosovës, antarësimit të saj në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe integrimit të saj në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Të flasim pa u lodhur dhe me kokën lartë për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, Luginën e Preshevës e në Malin e Zi. Ndërsa nuk munguan dhe thirrjet për bashkëpunim ndërparlamentar. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, pjesë e panelit Diaspora dhe Demokracia përfaqësuese në hapësirën shqiptare nga vota tek përfaqësimi institucional, buri tekstin tek krijimi i rrjeteve të zgjedhurve, si dhe të anëtarëve të grupeve të këshilltarëve të ardhur nga diaspora. Vende tjera që nuk dua t'i përmend e kanë diasporën e tyre avokatin më të mirë dhe më të madh të çështjeve tyra kombëtare. Dhe mendoj që nga ky samit i 4 diasporës, një prej gjërave që duhet ta mendojmë për samitin e 5 dhe kohë kemi boll deri atëherë, të krijojmë edhe rrjetet tona të zgjedhurve, të deputetëve, pra anëtarëve të parlamentëve, por dhe të anëtarëve të grupeve të këshilltarëve në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore.
Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut në panelin Diaspora dhe Demokracia e vuri theksin tek frenimi i emigrimit dhe kryesisht i të rinjve. Kjo gjakderdhje, po them, demografike që po na ndodh viteve të fundit, kryesisht tashmë për arsye ekonomike, por edhe për arsye të mungesës së sundimit të ligjit, të zhvillimit demokratik të institucioneve, të politika arsimore, shëndetësore, kulturore, duhet t'i gjejmë një zgjidhje për shkak se nëse vazhdojnë këto trende, situata në vendet tona do t'jetë alarmante. Nga Tirana, Afrim Gashi kujtoi se nëse të rinjt vijojnë të ikin jashtë është indikator i dështimit të politikave tona. Mesazhi më i mirë që na vjen prej popullit është: a kemi mund t'i ndalim të rinjt jetojnë në vendin e tyre? Prandaj, nëse sot një i ri ka marrë valigjet e tij dhe po kërkon biletën për ta prerë në ndonjë kryeqendër evropiane, ta dini se politika dhe shteti ka dështuar pikërisht atë ditë. Ishte kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi. Ministri për Administratën Publike i Malit të Zi, Marash Dukaj, deklaroi në samitin e 4 të diasporës se përfshirja e saj në proceset demokratike nuk mund të kufizohet vetëm tek vota, por duhet të shtrihet drejt përfaqësimit real institucional dhe politik. Në fjalën e tij në panelin Diaspora dhe Demokracia, Dukaj theksoi se momenti aktual kërkon politika konkrete dhe jo vetëm simbolik. Dukaj vlerësoi politikat shqiptare për diasporën, duke theksuar se drejta e votës është një hap i rëndësishëm, por jo i mjaftueshëm. Unë vin nga Mali i Zi dhe duhet të ndalim tek pika kyçe që është vota e diasporës, po vota është themelore, e thash, nuk mjafton. Aja garanton pjesëmarrjen, por jo domosdoshmërisht përfaqësimin. Nëse ndalemi tek vota, krijojmë lidhje minimale ndërsa demokracia kërkon një raport të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm midis diasporës dhe institucioneve. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në luginën e Preshevës, Enkeli Rexhepi, në samitin e 4 të diasporës tha se ajo përbën një forcë politike kombëtare, ndërsa ngriti shqetësime serioze për gjendjen e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Në fjalën e tij në panelin Diaspora dhe Demokracia, Rexhepi theksoi se një nga çështjet kryesore të ngritura është pasifizimi i adresave, të cilin ai cilësoi një praktikë administrative që po ndikon në zvoglimin e pranisë së shqiptarëve në regjistrat shtetëror të Serbisë. Pala shqiptare që qeverisë në luginë të Preshevës ka 3 marrëveshje të nënshkruara me qeverinë e Serbisë. Por asnjëra prej tyre nuk është zbatuar, edhe pse ishin nënshkruar para faktorit ndërkombëtar. Kjo dobëson besimin dhe vën në pikpyetje seriozitetin institucional të vendit. Së pesti, bllokime i fondeve nga Republika e Kosovës dhe Shqipërisë. Në praktikë kemi rastet ku fondet e dedikuar për luginën e Preshevës janë bllokuar ose penguar në zbatim. Kjo ka prekur drejt për drejt bujqit e luginës së Preshevës, të cilët sot përballen me pasiguri dhe mungesë të mbështesës që u takon. Ministri i Jashtëm i Kosovës Glau Konjufsa në samitin e diasporës kërkoi të forcohet bashkëpunimi mes dy vendeve lidhur me migrantët. Ai theksoi se janë 5 vende ku dominojnë emigrantët shqiptar, ku në SBA, Greqi dhe Itali ka numër më të lartë atyre që vinë nga Shqipëria, kurse në Gjermani dhe Zvicër mbizotrojnë shqiptarët e Kosovës. Konjufsa renditi 3 detyra që pritet të realizohen në vitet në vijim, si financimi mësuesve për të ruajtur shkollën shqipe në këto vende, rrjetëzim dhe gjetje një rrugë për të rikthyer emigrantët në velindje, jo vetëm si vizitor. Rrjetëzimi i mërgatës tonë, shumë projekte rëndësishme. Këto 5 shtetet që i përmenda, ne do të krijojmë ombrella të përbashkëta të gjitha organizatave dhe shoqatave shqiptare. Bile edhe politizimin e mërgatës në një kuptim pozitiv, në kuptimin shtetëror po foli, jo në kuptimin e partive politike. Dhe treta, do të ta lidhim mërgatën me vendin. Dhe kur jemi këtu, unë mendoj që e kemi kalu tashmë atë fazën thjesht folklorike të dimenzionit të identitetit shqiptar. Samiti 4 të diasporës hapi si parin të hënën në një ceremoni ku të pranishëm ishin personalitete nga vendit e bota. Me logon përmes rrënjve lartësohemi, diskutimet janë konceptuar në 18 panele. Për gjatë 3 ditëve që do të trajtojnë fuqizimin e bashkëpunimit ekonomik, nxehtësinë e investimeve nga diaspora, rolin e saj në promovimin e turizmit dhe imazhit të vendit, si dhe rëndësinë e transferimit të njohurive dhe eksperiencës në fushat e arsimit, shkencës dhe inovacionit. Një vëmendje veçantë do t'i kushtohet ruajtjes së identitetit kulturor dhe gjuhësor në hapjen e samitit për shëndetje dhe President Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj. Duam që diaspora jonë të jetë partnere e së ardhmes së Shqipërisë, që të investoni mendjen dhe kapitalin tuaj këtu, në vendin tuaj.
por partneriteti kërkon angazhim, kërkon edhe përfaqësi. Tashmë, e drejta e votës nuk është më një premtim, është një realitet. Shqiptarët jashtë vendit votojnë dhe zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Ndërsa shohim drejt vitit 2030, objektivit strategjik të antarësimit tonë në Bashkimin Evropian, nuk duhet të harrojmë busollën tonë, identitetin tonë kombëtar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Thirrjet e presidentes së Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, kundër kërkesës së studentëve shqiptar që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe kanë gjallur reagime në qarqet politike. Kreu i BDI Ali Ahmeti nënvizoi se marrëveshja e orit, e cila vendosi themelet e bashkëjetesës dhe barazisë mes komuniteteve në shtet, përfshiu avancimin e të drejtave gjyqësore të shqiptarëve. Sipas tij, në këtë kontekst, kundërshtimi i përdorimit të gjuhës shqipe në një proces kaq të rëndësishëm akademik shihet nga njohësit si një hap prapa nga standardet e përcaktuara në marrëveshje dhe nga fryma e barazisë që synon të garantojë. Ambasadore izraelite në Maqedoninë e Veriut dënon përpjekjet për djegjen e sinagogës në Shkup. Vivian Eisen shkruan se ky është një incident thellësisht shqetësues antisemit në Maqedoninë e Veriut, i pari që nga viti 1945 dhe godet vlerat e bashkëjetesës që komuniteti hebrej vlerëson. Mbështes komunitetin dhe u bë thirrje autoriteteve të vendit të nxjerrin përgjegjësit para drejtësisë, ta ambasadorja Eisen. 2 persona me motocikletë u ndalën të dielën para sinagogës në Shkup në një përpjekje për të vendosur zjarrin objektit hebreik në Maqedoninë e Veriut. Nga pamjet e kamerave të sigurimit duket se kjo mbeti vetëm tentativë. Nga Ministria e Brendshme u tha se rasti po hetohet dhe po merren masa për gjetjen e autorëve. Oficerët e policisë kanë dalë në vendngjarje dhe po merren masa për zbardhjen e rastit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Goçe Andrev. Bota. Donald Trump propozoi Eric Wend për postin e ambasadorit amerikan në Shqipëri. Në një njoftim të publikuar nga shtëpia e Bardh, bëhet e ditur se Eric Wend nga Kalifornia propozohet të jetë ambasador jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë. Wend ka mbi 3 dekada shërbimi aktiv. Ai ka përfunduar detyrën e tij të fundit si komandant i 5 i shtabit të operacioneve speciale të NATO-s, nga ku u largua më 29 janar 2021. Wend mbajti një sër pozicionesh të rëndësishme në strukturat e sigurisë dhe mbrojtjes së SHBA-s. Ai shërbeu si koordinator i sigurisë dhe SHBA-s për Izraelin dhe autoritetin palestinez në periudhën nëntor 2017 dhe tetor 2019. Merret ka qenë shef i shtabit në komandën e paqësorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance, i vlerësoi si progres bisedimet me Iranin pavarësisht se nuk u arrit asnjë marrëveshje gjatë fundjavës. Ata lëvizën në drejtimin ton, prandaj mendoj se do të thoshim se kishim shenja të mira, por nuk lëvizën mjaftueshëm larg, tha Vance për Fox News. Shtetet e Bashkuara dhe Irani zhvilluan 21 orë bisedime të drejtë për drejta në Islamabad gjatë fundjavës, në një përpjekje për të arritur në përfundimin e luftës në lindjen e mesme. Vance la të hapur se kur dhe nëse do të zhvilloheshin bisedime të mëtejshme. Pakistani nuk heq dorë nga përpjekjet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve SHBA-Iran. Kryeministri Shahbaz Sharif deklaroi se përpjekjet janë ende në zhvillim, edhe pse bisedimet e fundit në Islamabad nuk arritën një marrëveshje përfundimtare. Kryeministri Sharif theksoi se armëpushimi aktual është rezultati i përpjekjeve të vendit të tij, duke shtuar se puna vazhdon për të adresuar disa çështje që mbeten të pazgjidhura. Ai cilësoi procesin si delikat, por me progres të dukshëm. Kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se nuk ishte i befasuar nga dështimi i bisedimeve midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit të zhvilluara fundjavën e kaluar në Islamabad. Duke folur në Berlin, kancelari Merz tha se pasojat e kësaj lufte do të ndihen për një kohë të gjatë edhe pas përfundimit të saj. Do të jetë një proces afatgjatë, do të vazhdojmë të përballim me ndikimet e tij, tha Merz. Në aspektin ekonomik, ai paralajmëroi për presione të konsiderueshme mbi ekonominë gjermane dhe familjet. Qeveria në Berlin po përgatitet për një periudhë të zgjatur vështirësisht, duke synuar të ruajë konkrueshmërinë ekonomike dhe të lehtësoj barën mbi qytetarët. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.